Nga Jeddah, Arabia Saudite, live, Christian Prenga po e trondit botën. Shqiptari ka rrëzuar Anthony Joshua në ring në raundin e parë. Ky nuk është një skenar që askush e priste. Christian Prenga, kampion shqiptar i peshave të rënda i papërmbajtur, po sfidon të gjitha parashikimet në Jeddah Superdome. Sipas raportimeve të fundit nga ringu, Prenga e ka dërguar britanikun në dysheme brenda 20 sekondave të raundit të parë me një të djast të fuqishme, por ai nuk u ndal me kaq. Në vazhdim, Prenga e goditi përsëri Joshuan me të djastën, duke e lënë atë të lëkundet dhe të mbahet pas litarëve për të mbijetuar. Ky është një makt për Anthony Joshuan dhe një ëndër e papritur për shqiptarin. Joshua, që po kthehet pas një aksidenti tragjik në dhjetor 2025, ku humbën jetën 2 miqtë e tij më të ngushtë, po tregohet jashtëzakonisht i cenueshëm. Raundi i parë përfundoi me një rezultat 10-7 për Prengën, sipas disa vlerësuesve. Vet Prenga kishte paralajmëruar se do të shkatëronte planet e kundërshtarit dhe po duket se po e mbush fjalën. Christian Prenga, nga mirdita te skena botërore. Christian Prenga, 35 vjeç, ka treguar se nuk është thjesht një statist në këtë ndeshje. I lindur në Orosh, Mirditë, dhe tani duke jetuar në New Jersey, ai ka një rekord 21 me të gjitha fitoret me knockout. Pavarësisht se nuk ka pasur kundërshtar të nivelit të Joshuas, fuqia e tij goditëse po vërtetohet në ring. Ai e ka përshkruar këtë ndeshje si një mundësi jo vetëm për veten, por për të gjithë Shqipërinë. Çfarë po ndodh në raundin e dytë? Raundi i dytë sapo ka filluar dhe tensioni është në kulm. Joshua duket se po kërkon të rimarrë kontrollin, por Prenga vazhdon ta kërcënojë me të djastën e tij. Po ndjekim momentin. Nga Jeddah, Arabia Saudite, raundi i dytë. Anthony Joshua shpëton nga makti dhe knockouton Christian Prengën. Pas një raundi të parë, ku shqiptari Christian Prenga tronditi botën duke rrëzuar 2 herë Anthony Joshua në dysheme, britaniku u ngrit si Feniks në raundin e dytë. Në një kthim dramatik, Joshua gjeti forcën për të kundërpërgjigjur dhe me një të djastë shkatëruese dërgoi Prengën në dysheme duke e hedhur pothuajse jashtë ringut. Ndeshja u ndërprer në 2 minutat e 43 sekondat e raundit të dytë. Një raund i parë historik për Christian Prengën. 35 vjeçari nga Mirdita që jeton në New Jersey, hyri në ring si i panjohuri përballë yllit britanik. Por brenda 20 sekondave të para, ai e rrëzoi Joshuan me një uppercut të fuqishëm. Joshua u ngrit, por Prenga nuk u ndal dhe e goditi përsëri duke e dërguar kampionin në dysheme për herë të dytë. Disa vlerësues e quajtën në raundin 10-7 për Prengën. Ky ishte një moment që askush nuk e priste. Prenga, i cili para ndeshjes kishte thënë se do të shkatëronte planet e Joshuas, po e mbante fjalën. Por britaniku, që luftonte për herë të parë pas aksidentit tragjik në dhjetor 2025, ku humbën jetën 2 miqtë e tij më të ngushtë, Sina Gami dhe Latif Lac Ayodele, tregoi një rezistencë të jashtëzakonshme. Si erdhi kthimi i Joshuas? Në raundin e dytë, Joshua ndryshoi plotësisht taktikën. Filloi të sulmoi me kombinime dhe goditje të gjata me të djathtë. Prenga, i cili kishte shpenzuar shumë energji në raundin e parë, dukej se po humbiste fuqinë. Joshua e shtyu atë në kënd dhe lëshoi një sër goditjesh të forta. Më pas erdhi momenti vendimtar. Një djathtë e fuqishme nga qendra goditi Prengën dhe e rrëzoi në dysheme. Një goditje tjetër e djathtë e hodhi shqiptarin pothuajse jashtë ringut përmes litarëve të poshtëm. Refere nuk la më dyshime dhe ndërpreu ndeshjen. Çfarë ndodhi pas ndeshjes? Pas fitores, Joshua ja kushtoi suksesin miqve të tij të ndjerë. Ishte më shumë se fuqia e grushtit, ishte shpirti, ishte Lac, ishte Sina, tha ai. Ai gjithashtu vlerësoi kundërshtarin duke thënë: Prenga ka një të ardhme serioze.
Me përvojë do të jetë atje lart me ne të tjerët. Kristian Prenga e ka humbur ndeshjen, por ka fituar respektin e të gjithëve. Nga mali i Oroshit te skena më e madhe e boksit, ai tregoi se nuk është thjesht një statis. U afrua për të bërë një nga përmbysjet më të mëdha në historinë e boksit, por kampioni britanik tregoi pse është aty ku është. Me këtë fitore, Joshua tani ka rrugë të hapur për ndeshjen e shumë pritur ndaj Tyson Furyt që pritet të zhvillohet në fund të 2026. Ndërsa Prenga, pavarësisht humbjes, ka treguar se është një emër që do të dëgjohet sërish në peshat e rënda. Kristian Prenga nga malet e mirditës në skenën botërore të boksit. Kristian Prenga është një boksier shqiptar i peshave të rënda, i lindur më 24 janar më 1991 në Orosh, Mirditë, një fshat i vogël malor në veri të Shqipërisë. Tani 35 vjeç, ai jeton në Edgewater, New Jersey, SHBA. Në ring, ai njihet me nofkën Shqiponja dhe ka një rekord profesional prej 20 fitoresh dhe 1 humbjeje. Ajo që e bën rekordin e tij të veçantë është se të 20 fitoret e tij kanë ardhur me knockout. Fëmijëria dhe rruga drejt boksit. Historia e Prengës nuk është si e shumë boksierëve të tjerë. Pavarësisht kushteve të vështira ekonomike, ai ka treguar se ka pasur një fëmijëri të lumtur. Për të ndihmuar të atin në punët e malit, ai mësoi të ngas kamionin që në moshën 8 vjeçare për të transportuar dru. Boksit ju afrua fillimisht për të humbur peshë duke shkuar në palestër, por shpejt zbuloi një talent dhe pasion të madh për sportin. Para se të merrej me boks profesional, ai kishte luajtur edhe kickbox, duke fituar titullin kampion evropian të peshave të rënda në këtë disiplinë. Karriera profesionale. Prenga bëri debutimin e tij profesional më 7 maj 2016 në Münih, Gjermani, duke mundur Pavel Siska me nokaut në raundin e dytë. Ai kaloi vitet e para të karrierës në Evropë, para se të transferohej në Shtetet e Bashkuara, ku vendos në Edgewater dhe filloi të stërvitej në palestrën e trajnerit Muhammad Abdul Salam në Lyndhurst, New Jersey. Humbja e vetme në karrierën e tij erdhi në ndeshjen e 5 më 18 shkurt 2017 kundër holandezit Giovanni Auriemma. Prenga humbi me pik pas një ndëshkimi me pik gjatë ndeshjes. Megjithatë, ai e hakmori këtë humbje duke mundur të njëjtin kundërshtar më vonë atë vit. Fitoria më e madhe e karrierës së tij, para ndeshjes me Joshuan, erdhi kundër amerikanit Joey Dawejko në tetor 2024, të cilin e mundi me ndërprerje në raundin e 5. Dawejko ishte një kundërshtar i njohur në peshat e rënda dhe kishte shërbyer edhe si sparring partner i Joshuas para ndeshjes së tij me Andy Ruiz Jr. në 2019. Prenga është bërë një nga shitësit më të mëdhenj të biletave në boks në New Jersey, fal mbështetjes së madhe që merr nga komuniteti shqiptaro-amerikan. Shqiptarët e diasporës mbushin salat për ta parë, duke e mbështetur me entuziazëm. Stili dhe karakteri. Në ring, Prenga është një pik 9-6 metra i gjatë dhe lufton në stilin ortodoks. Ai njihet për presionin e vazhdueshëm përpara dhe fuqinë shkatërruese të grushteve. Bën goditje të forta jabs, uppercuts dhe goditje në trup. Ai e ka treguar këtë fuqi duke fituar me nokaut në raundin e parë në secilën nga 3 ndeshjet e tij të fundit. Prenga është i hapur për dëshirën e tij për të qenë një model frymëzimi për komunitetin shqiptar dhe për të gjithë ata që e ndjekin. Ai ka thënë: "Është mirë të jesh i respektueshëm me të gjithë, të jesh personi më i mirë që mundesh dhe t'i trajtosh njerëzit me respekt." Rruga e tij nga mali i Oroshit në skenën më të madhe të boksit tregon se ai nuk ka qenë thjesht një statistik, por një luftar që ka punuar gjithë jetën për këtë moment.